Arsyeja Asnjë vajzë nuk e bën atë me ideal, jo djalin me vajza. Arsyeja pse unë do të çoja këto 3 emra do ishte sepse unë jam shumë e sigurt që në këto 3 emra Mali do jetë i dalur dhe përgjigjja ime është Stine, Kristi, Mali. Dhe Mali. Ti Pandore, po kështu. Dhe Mali të shtëpia. Jo sepse Kristi është super lojtar, e kam kuptuar kohëve të fundit. Stina. Po për Stinën çfarë do të ka? Për Stinën kam që Mali është krau i djathtë i Stinës. Stina ka qenë korrekt me lojën e vet, ashtu si ka, edhe pse nuk ka shkuar vet drejt për drejt, ka çuar atë ose armirin deri ku ka qenë armiri në lojë. Gjithsesi, strategjitë e tij dhe kujt do t'i godasi është shumë i qartë, pavarësisht se nuk i bërtet. Do më thënë të pëlqej strategjia e Mirit, që ndrolla vetë çdo sekondë. Jo, një sekondë, se o ju gjenë ti ndërpret fjalën e tjetrit. Sa po e thash, Stine ka strategji që nuk e bërtet dhe sa po do thoja ndryshe nga Miri, ti më ndërhyre. Ndryshe nga Miri, Miri e ka si zakon të çohë dhe ta përtasi. Unë do bëj këtë, unë do bëj atë, unë do bëj këtë, unë do bëj atë, unë shumë herë kam thënë. Nuk e vërtet, po bën po të njëjtën gjë. Po sa vërtet po. Edhe gjykon atë që bën vet. Strategjia ime që përtas më. Unë nuk po them që është Mirit korrekte dhe Stinës gabim. Bën të njëjtën gjë. Ore, do Miri dhe Stina të njëjtën gjë bëjmë, se kjo është loja. Thjesht dikush e bën në një mënyrë tjetër dhe dikush e bën në një mënyrë tjetër. Po që është ka strategjitë e veta dhe përdor një të dytë për lojën e vet, ky është më mendim im dhe mua nuk më erdhi sidomos Malin. Sepse ti ishe vetë ai që më the mbrëm, që ç'a tha, erdhi për një personazh dhe tha tani do merremi me kë, do merreshim. Jo, mirë, po. E pra, domethënë, të paktën ai Malin e përdor, ndërsa ky s'ka arritur të përdor asnjë më sa. Po çon si ka, Unë përdor asnjë. Përveç rastit që kemë folur. Çon si, okay, përveç asaj. E ke përdor. Bukur. Këtë e thua ti. Jam dakord. Tani, ndoshta tani më jo se është kaputur ose është e zgjuar, po në fillim po. Po pra është mendim jot. Se nuk e kam përdor. Situatën, e ka fjalën për situatën, apo jo? Situatën e prajmit parë. Jo, situatën e parë, prajmit të parë ju ngeci Kristi, nuk ishte po pasi ndodhi ajo, dhe shfrytëzova dhe e çua në të tjera nivele pastaj. E shfrytëzova unë apo e shfrytëzuam? E shfrytëzuan dhe ne u përgjigjëm shfrytëzimit që na bën. Tani hajde të rrim shtremën dhe flasim drejt. Mos ta shfrytëzonin tani. Se unë nuk i prek ndonjëherë, unë s'kam prek ndonjëherë Malit familjen. Patjetër. As ky, nuk mendoj që i ka prek ndonjëherë Mali familjen. Ktu janë thënë dhe gjëra këtu për këtë personazhin paraprakisht që fola, janë thënë dhe gjëra të tjera nga goja e tij që unë i kam dëgjuar, Miri jo, do nuk i kam dhënë zë. Jo sepse unë nuk kam dashur që të hap konflikte mes Stinës dhe Mirit, por nuk kam dhënë zë sepse nuk do më vite mirë që Stine, gjithë ai personazh, me gjithë atë fan base që ka jashtë, të dëgjohet për ca biseda për mua fare të turpshme. Mendimi im. Si? Edhe Miri biseda të turpshme. Po të dëgjosh, po ta kishe dëgjuar ti ndoshta do t'i kishte vënë më keq. Për to që vërtet